ati të lashe, sa i kushtojnë ati peripeti, sa i kushtojnë ati ngushtit, sa i kushtojnë ati ndërskamse e kështu me radhë. Edhe pa marë parasysh se çfarë shanse dhe mundësi humbë. Edhe ndinë në njerëzit thojnë, mos me paskon unë me mjekër apo me namaz, isha bo minister, isha bo drejtor, isha bo i pasun, isha bo me nam, isha bo me famë. Kështu thot dikush? Do i vjen kesh pse falet, e tash pse falet su bo dikushi. Edhe kjo është e vërtet. Sa dëmtëri që janë të shkallët edhe të aftë, janë të mençëm, inteligjent dhe profesionalist në punë e vetë, nuk u japin poste dhe detyra pse tuten apo frikon se janë musliman. E tani, ai nuk duhet të vjen keq atij pse nuk i kanë dhënë poste shpetare, duhet të mburret dhe kënohet me këtë gjë. Pse ti përmbahet fesë Allahut është më e madhe për të në dynjë dhe në ahiret, se sa të merr një post ministror apo zëvendës ministër apo çka janë postet e dynjas. Se në moment kur ti hin xhami dhe thu Allahu Akbar, edhe thu Subhana Rabbiyal Azim, edhe thu Subhana Rabbiyal A'la, ti e më i madh se këtë ata. Në atë moment që ti i bën sejdë Allahu Dhul Jalal, edhe je i gatshëm të flijohesh për Allahun fuqiplot, je më i madh se këtë ata. Ande nuk vlen asnjë send të fitosh dynjon duke shit dinin dhe imanin dhe principin tan. Ne si popull kemi nevojë për burra që janë besnik në principin e hejrit, në principin e të mirës, në principin e përhapjes së asaj që është e dobishme për dynjë dhe ahiret, në përhapjen e principeve të dinit tonë të madh Islam. Andaj kjo nuk shitet me asnjë send, me kur gjë nga kjo dynjë, se një post ministror apo diçka e ngjashme është asnjë send krahasim me adhurimin që ja bën ti Allahu Dhul Jalal. Pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë rek'ataini, 2 rekate namaz sunet sabahut, jo farzi. 2 rekate namaz sunet sabahut janë khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, ose wa ma alaiha. Janë më të mira për ty se dynjaja dhe çka ka mbi të. 2 rekate sunet sabahut. Jo të bësh ministër, e zëvendës ministër, e kryeministër, e kryetar shteti, e tregtar me famë, e me depo me mall, e me shumë dyqane. Kur gjës është ajo? 2 rekate sabah namaz që ti i fal janë më të mira për ty se dynjaja dhe çka ka në të. Por çat nuk hitet dini dhe imani për kur nisen nga kjo dynjaja. Andaj kujdes, mos mashtrohen besimtar me këto gjëra e të lëm principin dhe parimin e dinit. Dhe duhet ta kemi të qartë se nëse dëshirojmë të jetojmë sipas principeve dhe parimeve tona, edhe në njëjtën kohë të arrijmë të gjitha interesat tona, kjo është e pamundshme. Çdo interes, çdo dobi tonë ta mbrish në dynjë, edhe të jesh principiell në dinin tënd nuk mundesh. Por duhet të jesh principiell në dinin tënd, e çka të mundsh me mri për dynjas pastaj mri, nuk është problem. Andaj shpesh e ndodh se për diçka të dynjës duhet ta frijosh atë të dinit. Edhe ku njerëzit e kanë dinin e lisht, e flojnë dinin për dynjën. Ka ndodhur. Sa vëllezër të ri, sa ishin pa punë, farshin 5 kohë namaz. Shtyheshin njëri me tjetrin kush do të jetë i pari në saf në xhami. Sinin punë, e morin një post shumë të thjeshtë. Administratori thjesht, i batizi fillimisht 5 kohët e namazit. Me aftëtim se në punë jam s'mund të falem. S'kam kushte për të falë. Mas një kohë u munoj ke një kohë pasaj fillim të falë namazin e gjumos dhe mos të alen ato. I ke prej pune, merr ke leje, kështu me radhë. Mas një kohë ju shtu puna, edhe presioni e la dhe gjumon. Ai për me u punsu në punë të dynjos, për u largu nga namazi dhe ibadeti që është puna më e madhe e dynjos dhe ahiretit. Andaj nuk kemi nevojë për njerëz që për një punë shumë të vogël dhe thjesht e lën dinin dhe imanin. E lën namazin dhe xhamin. Andaj kemi njerëz që kanë besim në Allahun, i kanë dhënë besën Allahut dhe ata do të vazhdojnë me dinin dhe imanin e tyre në çdo vend. A është administrator, a është shef, a është drejtor, a është shef kabineti, a është zëvendës ministër, a është ministër, po edhe kryeministër nëse bën, po edhe kryetar shteti nëse bën. Andaj sa më principiell që është në qendrimet e fesë vet, aq më buri i madh bëhet. Në shembull politikës të përditshme globale botnore kemi shembull me kryetarin e Turqisë, Abdullah Gülit, i cili erdhi dhe na vizitoi si mysafir në këtë Gazibab.
I bënin problem atij, thëshin se s'mund të bëhet ai kryetar pse ka gruën e mlume me Shami. Ai nuk tha që unë ja hek edhe Shamin gruas teme, se zot i kam fshu do principe do parime edhe këtë përshej që të bëhen kryetar, e kur të bëhen kryetar unë kolli, ja tha. Si do ndojni kështu kryetar po bëna, si mos dojni s'ka shkapoj. Po shka i tha populli, kur ki ishte besnik principial i tha populli edhe ma shumë po, ti dhe na kryetar. Se na kemi qef kryetar që e majnë lafin, që e majnë premtimin, që janë sinqert, që janë besnik, që janë të vërtet, që si njerëzit kanë nevojë njerëzit. Për që si bura kanë nevojë. Edhe principialiteti i tij, besnikëria e tij ishte shkak që të rritet populariteti edhe më shumë atij. Nuk hupi as dunjon e as qëndrimin ka she Allahu Dhul Xhelal. Shembull konkret, kjo ka ndodhur vjet për vjet, nuk ka ndodhur para 500 vjetëve. Se më tregon në rastin e sahabeve kisa dush, që Allah i ka ngrit ata që kanë bërë më të fesë. E ki shembull konkret. Edhe një shtet i madh 80 milion nuk është shtet i vogël. Tham po kryetara më gruan pa Shami, tha jo unë edhe duhet më bëj kryetar tha gruan me Shami. Pse jam musliman, nuk më vjen marrë që jam musliman. Ta kjo pjesë e fesë tonë, pjesë e kulturës tonë. Edhe na këtu në vendin tonë kemi qef kryetar me dine me iman. Kryetar me gra me Shamia. Kemi nevojë me njerëz pse se ai që beson Allahut edhe është besnik ka shi Allahut, pi ati mundet me pit populli hejdhe dhe mirë. Ama ai që e traton Allahun edhe porositë e Allahut, tonë i traton edhe ma letë. Mirë po, nëse njeriu i jep përparësi interesit para principit, ai ndoshta kënaqet për momentin, ama humb planin afatgjat. Ai që fillon interesi për principin, ndoshta ka vështirësi momentalisht, por fiton planin afatgjat. Ai njeri është më i lumturi, më i kënaquri. Ai njeri është razi me shpirtin e vet, me gjendjen e vet, me trupin e vet, me pozitën e vet. Edhe nëse është në burr, edhe nëse është i raun, pa është ngavnimtar dhe fitimtar. Andaj nëse dikush e rre e masakron dikend pa hak, ai edhe pse është i torturuar dhe maltretuar, edhe pse ndoshta është në burg, po shpirtnisht është fitimtar, shpirtnisht është më i kënaqur dhe më i lumtur se ai musliman apo shqiptar që e ka marrë gërbaqin edhe mas e kanë prut për gjakon policia i ka ra apet. Që ky i dyti edhe pse ka post, edhe pse ka pushtet, edhe pse ka fuqi, është asgjë. Ka si me këtë dytin, i cilë është i burgost, i rahun, i maltretum, po është bigajri hak. Në rrugën e vetë, shtëpinë e vetë, në vendin e vetë, hakin e vetë. Ande lumturia shpirtërore e këtij është aq e madhe sa që ja haron dhimbjet e tija. Ama vuajtja e këtij shpirtërore është aq e madhe sa që nuk e lën ta gëzon postin që e ka në dynjë. Nuk e lën ta gëzon. Edhe dënimi i zullumit ti ka me mrin dynjë para se me i mrin në ahiret për Allahu Dhul Xhelal. Andaj ai njeri që lufton për të arritur pushtet me çdo kusht, ai se këshir, ai se ka galje çka i thot njerëzve. Çka i premton njerëzve. Njëherë e shon fen, masëne thot që i përdor termet fetare. Njëherë e shon shkupin pse janë fetar, masë vjen shkup edhe përdor terme fetare për të treguar se edhe ai ka lidhje me fe, ose edhe ai është fetar edhe se ai është musliman ashtu më radh. Këto fora dhe këto truke nuk i hanë më njerëzit se janë qarta, janë dukshme. Shiven për në aeroplan për në qiell. Që s'ka nevojë njerëzit me u mashtruar pushteti dhe lakmi për pushtet e bën njerin dyftësh. Gjithashtu kur njeriu lufton për pasuni, po më parasysh se si e fiton. Edhe ai njeri haron dënimin e madh që do t'i vjen atij nga shkaku i haramit, edhe habitet, nuk i intereson as se send vetëm se grumbullimi i pasurisë. Edhe për pasurisë i gatshon të bën çka mos, bën hile, bën tradhti, vjedh, të rejnë, të mashtron, të shet popullin e vetë, vetëm se vetëm të grumbullon një sop pasurie në dynjë. Kurse besimtari i cili është në principet e fesë, kur i shef tjerë duke vrapu për pushtet, ai largohet për tyre dhe mjafton për te të ketë pozitë të Allahu Dhul Xhelal. Nuk është më rëndësi për te ka pozitë në dynjë. Është më rëndësi për te të ketë pozitë të Allahu Dhul Xhelal, edhe kjo është e vërtet. Sa e sa dietar të sinqert edhe të vërtet, në kohën kur kanë jetuar ata nuk kanë pas poste dhe pushtete në sistemet e shteteve të atërshme. Mire po kanë pas pozitë madhe të Allahu Dhul Xhelal dhe këtë popull i ka dashur. Ai ndoshta në kohën kur ka jetu ka qenë në burg,
ka qenë i maltretu, mirë po me qindra vite mas, sot populli e don, e